Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum. Në mësimin e fundit e diskutuam përfundimin e betejës së Hendekut. Do të treguam mënyrën se si Allahu subhanahu wa taala përdori një numër faktorësh për të siguruar që grupacionet që kishin ardhur ishin mbledhur kundër muslimanëve, domethënë që ti sulmojnë në Medinë duke i rrethuar ata, Allahu bëri domethënë që ata të largohen prej aty. E përmendëm domethënë si faktor Nuaimi ibn Mesudin, i cili shkoi si ndërmjetësues dhe i ngatroi dy palët, domethënë Benu Kurejden, armikun e brendshëm me Kurejshët edhe fiset tjera që ishin jashtë Medinës, që e rrethonin Medinën. Pastaj përmendëm ushtrinë që Allahu e dërgoi, domethënë stuhitë e forta, dhe faktori ishte domethënë se nuk kishin një besim të madh mes vetë, domethënë grupet, pra mosbesimet ndaj njëri tjetrit. Të gjitha këto bën domethënë që ata të largohen prej rrethimit të Medinës. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an, dhe Allahu i kurseu besimtarët nga lufta, se Allahu është i plotfuqishëm në domethënë surën 33 ajeti 25. Kështu që kur muslimanët u zgjuan të nesërmen në mëngjes, pas asaj stuhie të tmerrshme, që jo vetëm që ishte erë e fortë, po edhe rrër, që domethënë ngritej prej erës, të gjithë domethënë kur u qun nesër mëngjes e panë se ana ku ishin kampet e armikut, domethënë ishte krejtësisht e shkret apo e zbrast. Nuk kishte mbetur askush dhe të gjitha tendat ishin përmbysur. Pra ishte e qartë se Kurejshët dhe grupacionet ishin larguar. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarët, domethënë po largoheshin prej aty, domethënë dhe po domethënë prej vendit ku ishin në fillim të Medinës, që e kishin bërë kampin e tyre për të mbrojtur kundër armikut, tani pasi panë domethënë se të gjithë kanë shkuar, vendosën që të kthehen në shtëpitë e tyre. Dhe pejgamberi alayhis salam sapo arriti te shtëpia e tij, i erdhi Xhibrili dhe e pyeti: "O i dërguari i Allahut, a i ke hequr armët ti?" Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Po, pse?" Thot: "Sepse engjëjt dhe melekët janë akoma të armatosur dhe bile tani erdhi edhe një grup i ri, si me thënë një batalion i ri i engjëjve." Dhe i thot: "O Muhammed, Allahu të urdhëron të shkosh te Benu Kurejza." Pra subhanallah, ende pa i hekur armët dhe pa pushuar pejgamberi alayhis salam, po i vjen Xhibrili dhe po i thot që lufta ende nuk ka mbaruar. Domethënë është urdhër prej Allahut subhanahu wa taala që duhet të përfundohet edhe kjo çështja me armikun e brendshëm e Benu Kurejzën, të cilët në momentet më kritike e tradhtuan pejgamberin alayhis salam, u bën bashkë me grupacionet që kishin ardhur, domethënë dhe kishin rrethuar Medinën, dhe me këtë futën domethënë frikë te banorët e Medinës, te besimtarët, dhe është domethënë ishte një tradhti shumë e madhe. Kështu që pejgamberi alayhis salam e kupton se lufta nuk ka mbaruar ende dhe e dërgon një lajmëtar
në qytet. Në fakt, Gjibrili ju thotë edhe këtë gjë, thotë, unë jam duke shkuar atje që ta dridh tokën përfundi këmbëve të tyre. Dhe pejgamberi alayhis salam niset edhe ai me njëherë dhe dërgon një thirrës, domethënë një njeri që të bëj këtë njoftim te populli i Medinës, që t'ju thot askush nga ju, pra ishte një kohë domethënë mes drekës dhe ikindis, pra afër ikindis, dhe pejgamberi alayhis salam i thot askush mos ta fal ikindin para se të arrite Benu Kurejza. Domethënë s'po falim këtu ikindin, po nisemi me njëherë sepse çështja është shumë urgjente që tani me zbatu urdhrin e Allahut me shku te Benu Kurejza. Ky hadith është regjistruar te Buhariu dhe te Muslimi, pra kjo ngjarje domethënë me ardhmën e Gjibrilit dhe njoftimin e pejgamberit alayhis salam. Si dhe kjo thënia që pejgamberi alayhis salam i thot ta falim ikindin atje, është një çështje që për momentin po e tregojmë si ngjarje se si ka ndodhur, mirë po pikërisht ky incident, ky ngjarje është diçka që përdoret në fik, në jurisprudencën islame, dhe prej kësaj domethënë kanë rrjedhur edhe shumë çështje tjera të analizohen në kuptimin se a duhet çdo urdhër i pejgamberit alayhis salam të kuptohet ashtu si është fjala, pra apo të kuptojmë se çka ka dashur të thot, apo ta kuptojmë ashtu tekstualisht, domethënë si është thënë fjalë për fjalë. Kështu që në këtë rast domethënë urdhri përhapet dhe padyshim jo të gjithë, sapo kanë ardhur disa ende janë rrugës duke ardhur, pra jo të gjithë janë në gjendje të përgjigjen menjëherë. Ndërsa disa prej tyre kanë rënë në gjumë, disa kanë marrë mesazhin më vonë. Domethënë sido që t'jetë, nuk mund të shkojnë të gjithë për njëherë. Kështu që sahabët nisën domethënë te Benu Kurejza në grupe, pra jo të gjithë me njëherë. Disa prej tyre mbrinë atje para kohës së akşamit, pra Benu Kurejza ishte, si me thënë, në periferi dhe e bënte një 2 orë për të shkuar deri atje. Prandaj disa mbritën para kohës së akşamit, kështu që ata e falen ikindin, domethënë atje te Benu Kurejza, pranë kështjellave të Benu Kurejzas, falen në kohë, por disa rrugës duke ardhur, pra si grupe që kishin ardhur më vonë, dhe shihnin që dielli po don me perëndu. Dhe e dini rregulli që kur perëndon dielli, domethënë hyn koha e akşamit, ikindia mbaron atëherë, kështu që ata filluan të diskutojnë mes vete, a duhet ta falim ikindin tani, që të mos e humbasim, apo duhet ta ndjekim atë që ka thënë pejgamberi alayhis salam. Pra, e dimë nëse është pjesë e fesë tonë që, siç thot Allahu në Kur'an, që ka urdhëruar pejgamberi atë veprojeni. Duhet të veprojmë. Kështu që, pra dilema ishte a me fal ikindin tani, që mos me humb ikindin, apo duhet ta ndjekim fjalën e pejgamberit alayhis salam dhe të mos e falim ikindin derisa të arrijmë te Benu Kurejza. Edhe nëse e humbasim ikindin, ne duhet të shkojmë te Benu Kurejza. Pra e dinin se teknikisht s'kan me mujt me mbri me fal me kohë ikindin, nëse e luajnë deri te Benu Kurejza. Mirë po, nëse e falim para se me shku te Benu Kurejza, atëherë s'po e dëgjojnë fjalën e pejgamberit alayhis salam. Kështu që çka ndodh këtu në këtë dilemë, disa sahabë e falën ikindin para se me mri atje. Domethënë nuk e lanë derisa të mrinë te Benu Kurejza, sepse këta e kuptuan që nëse presin derisa të arrijnë atje, kalon koha e namazit. Dhe mendimi i tyre ishte se pejgamberi alayhis salam që kishte thënë mos e falni ikindin derisa të mrinë te Benu Kurejza, qëllimi i pejgamberit alayhis salam ishte
që të nguteshin, domethënë që sa më shpejt të shkonin atje. Dhe nuk ka qenë qëllimi i pejgamberit alayhis salam që t'i lente ata pa namaz në kohën e vet. Ndërsa pjesa tjetër ishte që a ka thënë pejgamberi alayhis salam ashtu, do ta falim atje, pra do ta lejmë derisa të shkojmë atje. Kështu që kur shkuan atje dhe e takuan pejgamberin alayhis salam, i treguan çfarë kishte ndodhur. Pra, njëra palë i tregoi se na për shkak që me dëgju fjalën tënde, nuk e falëm ikindin deri sa erdhëm këtu dhe tani na duhet me fal pas kohe, se ka hyrë koha e akşamit, ndërsa pala tjetër thanë i dërguari i Allahut, ne falem sepse kishim frikë që do të na ikë ikindia. Dhe pejgamberi alayhis salam nuk e kritikon asnjërin palë. Domethënë është aprovim i të dy palëve. Sepse ne e dim se çka është sunet. Sunet, domethënë është çdo gjë që ka thënë pejgamberi alayhis salam, që ka vepruar me vepra pejgamberi alayhis salam dhe që ka aprovuar në heshtje. Pra dhe gjërat të cilat pejgamberi alayhis salam dikush ka pyet diçka dhe pejgamberi alayhis salam nuk ka thënë jo, nuk bën, por vetëm ka hesht, atëherë ne e marrim këtë si sunet të aprovuar në heshtje, sepse nuk e ka ndaluar një gjë të tillë. Prandaj edhe në këtë rast, ku njëra palë ka vepruar ndryshe, tjetra palë ka vepruar ndryshe, dhe pejgamberi alayhis salam nuk i ka nuk e ka kritiku asnjërin palë, e marrim domethënë se ka qenë një provim i thjeshtur për të dy mënyrat se si ata kanë vepruar. Është edhe një transmetim gjëja se pejgamberi alayhis salam ka thënë të dy keni vepruar drejt, mirë po ky nuk është sahih. Domethënë ky hadith. Hadithi sahih është se pejgamberi alayhis salam nuk e kritikoi asnjërin palë. Dhe kjo ngjarje na tregon shumë gjëra. Të cilat pastaj, domethënë prej këtij rasti janë bërë edhe rregullat në ijtihad. Domethënë ijtihadi është përpjekja e dietarëve të kualifikuar që të bëjnë zgjedhjen më të mirë për ato gjëra të cilat nuk janë me tekst prej Kuranit ose prej Sunetit. Pra, çka është një gjë që kuptojmë? Nëse ata që mirën me zgjedhjen e këtyre situatave që duhet domethënë të vendosur e nuk është në tekst në Kur'an ose në Sunet, ata quhen mujtehid pra këta dietarë, domethënë që mundohen, përpiqen për me dhënë zgjedhjen e saktë duke u bazuar në Kur'an dhe në Sunet, duke u bazuar domethënë në dijet islame çka i kanë. Pra kur dy mujtehid që janë të kualifikuar në rangun e njëjtë vendosin ndryshe, pra ata nuk e kritikojnë njëri tjetrin, sepse të dy janë munduar me ia qellu cila është e vërteta. Pra këtu sa hap njëra palë, sa hap pala tjetër. Të dytë kanë qenë të kualifikuar sepse kanë pas dijen, kanë qëndruar me pejgamberin alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ka thënë janë gjenerata më e mirë etj, domethënë janë të barabartë në atë se kujt i takon më shumë apo më pak. Prandaj prej këtij rasti domethënë dietarët thonë se nuk e kritikojmë njëri tjetrin edhe nëse kemi mendime krejtësisht të kundërta, sepse të dy palët për një çështje janë mundu me gjetë zgjedhjen e saktë. Mirë po, a do të thotë kjo që edhe këta e kanë mirë, edhe ata e kanë mirë? Jo, sepse e vërteta është vetëm një. Por nuk mundet, domethënë dikush të ngrit aq shumë të veten e thot ai tjetri domethënë no, edhe pse e beson që këtë veten e ka më së miri, mirë po duhet të di se pala tjetër është mundu me gjetë të vërtetën. Dhe sipas një hadith të pejgamberit alayhis salam, nëse mundohen me gjetë të vërtetën për një çështje, ka hatë për ata që miren
me çështjet e fikut, me çështjet e jurisprudencës islame, nëse ja qëllojnë, i kanë dy shpërblime. Pra edhe që janë përpjekur që janë mundu me gjetë të vërtetën, edhe që ja kanë qëlluar pra dy shpërblime. Ndërsa nëse nuk ja qëllojnë, e kanë megjithatë një shpërblim. Për çka është ky një shpërblim? Ky është shpërblimi për mundin që e ka bë për ta gjetur të vërtetën. Kështu që, domethënë, me këtë e kuptoj domethënë se çfarë vlere ka ijtihadi, pra kjo përpjekja për të përcaktuar domethënë çka është një rregull, pse është ajo rregull, çka është e vërteta për atë rregull, sepse edhe në kohë të pejgamberit alayhis salam është bën një gjë e tillë dhe pejgamberi alayhis salam e ka aprovuar, por nuk e ka kritikuar asnjëherë fal as tjetër. Dhe në bazë të kësaj logjike pastaj, domethënë është zhvilluar shkenca e fikut, e jurisprudencës islame, prej kohës së sahabëve e deri në kohët tona. Dhe është, domethënë, debati lidhur me këtë se cila palë e ka mirë apo jo prej atëherë e deri më tani është lidhur me atë se çështjet të cilat janë, domethënë, porosi ose fjalë të pejgamberit alayhis salam, a duhet në çdo rast mi kuptu ashtu deciditivisht ç'është teksti, apo duhet të kuptohet çfarë ka dashur të thotë pejgamberi alayhis salam me këtë gjë. Sepse këtu po i shohim sahabët që janë ndarë në dy tabore, si me thënë, njeri, secili ka mendu se kjo është zgjedhja më e saktë. Pra njeri ka mendu që a ka thënë me fjalë pejgamberi alayhis salam deri te Benu Kurejda, ne shkojmë deri te Benu Kurejda për me falë ikindin. Pa marrë parasysh, a na ka lënë koha apo nuk na ka lënë, e zbatojmë urdhën e pejgamberit alayhis salam. Ndërsa pala tjetër ka thënë që nëse pejgamberi alayhis salam na ka thënë duhet mos e falni ikindin derisa të mrini te Benu Kurejda, për qëllim ka pasur që është çështja urgjente dhe duhet të nxitojmë sa më shpejt, domethënë që të mrijmë atje për ikindin. Mirpo, nuk e ka pasur për qëllim që edhe nëse shihni që s'po muni me mri, megjithatë leni domethënë namazin pa e falë dhe falni pas kuhet e Benu Kurejda. Prandaj edhe këta vendosën që ta falin edhe të nxitojnë të shkojnë pastaj të mrinë. Pra, mendimi i tyre është që nxitimi ka qenë parsor e jo namazi atje. Tani le të kthehemi te sira, te ngjarja, domethënë. Ashtu si gjitha fiset e tjera hebreje dhe Benu Kurejda kishin fortesa të mëdha, domethënë si kala, që kemi cekur edhe më herët, dhe muslimanët nuk e kishin, domethënë, një teknologji për t'ju thyer këto kala apo për të depërtuar nëpër këto kala. Kështu që sa po mrinë, domethënë sahabët, e fortesa nga të parët që ishte atje, që mbritja atje, ishte Aliu, radiallahu anhu, me disa sahabë, dhe si mbritja atje e ngriti me njerë flamurin, dhe Benu Kurejda filluan të flasin fjalët më vulgare, më të ulta për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, aq ishin ato fjalë vulgare, sa që Aliu, kur e pa që po vjen pejgamberi alayhis salam, shkoi te pejgamberi alayhis salam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, pse s'po e vën kampin këtu?" Pra nuk donte që pejgamberi alayhis salam të dëgjonte çfarë fjalë të këqija po thonin ata për të. Dhe pejgamberi alayhis salam i tha: "Pse a po flasin ata gjëra të këqija për mua?" Pra e diti pejgamberi alayhis salam. Dhe Aliu tha: "Po, i dërguari i Allahut." Dhe pejgamberi alayhis salam tha: "Mos u mërzit, se sa po të më shohin ata, s'kan me qenë në gjendje të thojnë ato gjëra." Pra, domethënë,
kjo është prej ngritjes që i ka bë Allahu pejgamberit alayhis salam që armikun nuk mund t'ia thoshte disa gjëra, domethënë në sy. Në momentin që takoi pejgamberin alayhis salam, domethënë ngritej ai respekti edhe nuk mund t'i thonin ato çka i thonin pas shpine. Një gjë interesante është se Aliu i pyti disa sa pra duke shku te pejgamberi alayhis salam, a e kam pa dikë që ka mbri më herët, por ata i thanë që e kemi pa Dihjen. Dihjen ka qenë një sahab dhe Gjibrili në Medinë sa herë ka ardhur në formën e njeriut mu taku me pejgamberin alayhis salam, se kemi thënë që Gjibrili ka pas disa metoda që ja ka pru shpallët dhe një prej metodave ka qenë që më e lehta pra prej metodave që pejgamberi alayhis salam mos të kalojë në atë gjendje ku duhet mu taku me një krijesë tjetër që është diçka shumë më e rëndë, po ka qenë edhe pjesë e vahjet e shpalljes. Por një prej metodave ka qenë që Gjibrili e ka marrë formën e njeriut. Dhe në Medinë, disa herë që Gjibrili është shfaq në formën e njeriut, është shfaq në formën e Dihjes. Sahabiu të quajtur Dihja. Dhe pra vetë fakti që këta i thonë se kemi pa Dihjen, është fjala për Gjibrilin, i cili ka shku i pari te Benu Kurejve. Ashtu siç thanë domethënë që i ka thënë pejgamberit alayhis salam se ne me lekët jemi gati për të shku deri atje. Dhe kur kam të ndërprej zonin ndoshta po. Kështu që domethënë pejgamberi alayhis salam shkon atje afrohet, pra pavarësisht që Aliut i vinte keq, e dinte pejgamberi alayhis salam që ata nuk mund t'i thonë asgjë. Dhe pejgamberi alayhis salam kur afrua atje ngriti kampin para fortesës së tyre, para kështjellës së tyre dhe ju tha: "O grup hebrejsh, a nuk ju poshtroi mjaftueshëm Allahu subhanahu wa taala? A nuk ju ka zënë zemrimi i Allahut mbi ju?" Dhe ata i thanë: O Muhammed, o Ebul Kasim, ti kur nuk ishe nga ata që veproje pa maturi. Dhe me thënë, çka po i thojnë këto? Po i thojnë të lutem na kurse. Ti, dhe me thënë asnjëherë s'ke vepru me nguti ose diçka në dëm të njerëzve, prandaj po i drejtohen kështu që sikur me marrë me të mirë, pejgamberin alayhis salam, që mos me vepru diçka çka atyre s'ju konvenon. Kështu që u vendos rrethimi, pejgamberi alayhis salam ju tha atyre dorëzohuni, por ata refuzuan. Sipas transmetimeve, rrethimi ka zgjatur 25 ditë. Pra shikoni hendiku zgjati edhe ai 25 ditë deri në 30 ditë. Tani dhe Benu Kurejda në këtë mënyrë, domethënë gati 2 muaj të tërë e gjithë ky ballafaqim me pejgamberin alayhis salam, domethënë gjatë kësaj kohe dhe besimtarëve. Dhe sigurisht brenda fortesës, brenda kësaj kështjellës së Benu Kurejdes, ishte edhe Hujej ibn el Ahtab, që kemi përmendur më herët, ka qenë ai kryetari i fisit Benu Nadir, që pejgamberi alayhis salam këtë fis e kishte kursyer edhe pse kishin bë atentat, ishin mundu domethënë ta vrasin pejgamberin alayhis salam. I kishte kursyer dhe i kishte falur që të largohen të marrin krejt pasurinë që ka kanë dhe
të largohen prej vendit, pra nuk i kishte ndëshkuar. Dhe ta tani në vend që t'jenë mirënjohës për këtë gjë, ujei prej atje, prej hajberit, ku ishte shpërngulur, e ka nxit krejt luftën e Hendekut. Pra, duke i nxitur Kurejshët, duke i u dhënë pasuri, domethënë Gatafanëve, fisit Gatafan, dhe duke i mbledhur gjitha forcat për rreth me ardhmë me 10.000 ushtar për ta sulmu Medinën. Pra, ky është ai hujei dhe nuk u mjaftu vetëm me këtë që organizoi krejt Hendekun, po shkoi fshihur Azihyri në Medinë, shkoi te fisi Benu Kurejda edhe këta i nxiti që të kthehen kundër pejgamberit alayhis salam. Dhe normal ai kishte mbetur brenda aty, që domethënë edhe kjo ishte një caktim i Allahut që ai mos jetë jashtë, po t'jetë këtu brenda, sepse Allahu kishte përgatitur dënim edhe për të, për këtë çka kishte bërë. Dhe Kabi ibn Asad ishte udhëheci i Benu Kurejdes, i cili mendonte ditë e natë se si ta zgjidhte këtë situatë në të cilën ishin ata. Domethënë rrethimi vazhdonte, situata shkonte duke u tensionu, kështu që ai ju propozoi, duke mendu, ju propozoi popullit të vet 3 zgjedhje. E para zgjedhje thot: o popullim, po e pranojmë fenë e këtij njeriu, sepse vallahi të gjithë e dimë që ai është profet, sepse edhe në librat tonë, në Teurat është përmendur. Nëse e bëjmë këtë, jeta dhe prona jonë do t'jenë të sigurta. Pra, shumë interesant, domethënë edhe nuk është vendi vetëm në Sira, kemi shpjeguar edhe më herët disa raste ku e kuptojmë se hebrejt e Medinës e dinin shumë mirë dhe shumë qartë që ky është i dërguari i Allahut. Po inati për mos me pranu ishte pse nuk është prej tyre, pse nuk është jehud, prej popullit jehud, po pse është prej popullit arab. Dhe kur shkojmë në histori se ku ndohen këto dy grupe, është te Ibrahimi alayhis salam, pasardhësi i Ismailit alayhis salam është Muhamedi alayhis salam, pasardhës të Ishakut janë gjithë pejgamberët që kanë ardhur te jehud. Pra, njëti baba, njëti paraardhës stërgjysh, katërgjysh, domethënë është e kanë Ibrahimin alayhis salam, ndërsa këta ndohen në këtë mënyrë me inate dhe nuk e pranojnë Muhamedin alayhis salam si pejgamber të Zotit, dhe pse si thot Allahu në Kur'an, ata e njehnin që është pejgamberi i Zotit më mirë se që i njohin bijtë e tyre. Njën e vetë më mirë se që e nje që ai është i dërguari i Allahut, por nga inati nuk e pranojnë këtë gjë. Dhe kur ju dha këtë propozim Kabi, ta po pranojmë Islamin edhe e dinte që, domethënë është rregull që në momentin që bëhet musliman nuk i mirët pasuria, as jeta, as çdo gjë bëhet e shenjtë, domethënë për atë njeri dhe nuk lejohet të dëmtohet. Mirë po populli vet i tha vallahi kur nuk do ta lejmë fenë tonë. Pra, propozimin e parë që ja bëri Kabi, ata e refuzuan me njëherë. Kjo është interesant, domethënë që së pari Kabi po e thot sekretin që të gjithë e dinin, por që turproheshin me pranu, pra gjithë e dinin që Muhamedi alayhis salam ishte pejgamber i Zotit, dhe në anën tjetër, një prej gjërave më të këqija te aspekti i mosbesimit, te aspekti i pranimit të vërtetës, pranimit të fesë, një prej anëve më të këqija është kur e din, e kupton dhe me vetdije refuzon. U kuptoni?
Domethënë, ka raste kur dikush e refuzon fenë, mirë po ndoshta nga kapaciteti i tij nuk e kupton që mund me qenë diçka e vërtetë. Apo ka mungesa e njohurive sa duhet, ka ignorancë, apo ka shumë pasion për me vepru të kundërtën edhe nuk e pranon. Mirë po, kjo është kulmi i të keqes kur ti e din dhe me vetdije e mohon të vërtetën. Kështu i përshkruan Allahu në Kur'an, thënë Beni Israelit, pra jehudit. Kështu që këtë opcion e refuzojnë, sepse kanë cilësitë e tyre, që të vërtetën se pranojnë vetëm nga inati. Atëherë Kabi thot pjo dhon një propozim tjetër. Ne mas shumë t'i këtu tani po e bartim dertin e familjeve tona. Kështu që, le t'i vrasim fëmijët tonë, gratë tona, edhe pastaj sa për veti po dalim po rrezikojmë. Po sulmojmë jashtë me shpatat tona, derisa njëri prej dy grupeve fiton. Nëse vdesim, s'kemi asgjë për t'u shqetësu se i kemi lënë të vdekur gratë dhe fëmijët, domethënë nuk kemi pse mu shqetësu që dikush po na dëmton familjet tona. Thot, e nëse i vrojmë ata, atëhere ka gra tjera, martohemi prap, bëjmë fëmijë prap, subhanallah. Atëhere, ata i thonë jo, nuk na pëlqen se nuk do t'i vrasim familjet tona. Dhe shkon Kabi me propozimin e tretë. Thot atëhere, thot, nëse refuzoni dy të parat, e vetmja mundësi që kemi është t'i sulmojmë befasi, kur ata nuk na presin neve. Dhe kur ata, domethënë muslimanët se presin për neve, është ditën e shtunë, ditën e shabatit. Sepse kemi përmendur edhe më herët që nuk kanë dashur të luftojnë shtunën, domethënë fetarisht e kanë të ndaluar të bëjnë edhe vepra tjera të shtunën e lërë më të luftojnë. Po, ky e sheh domethënë si shans këtë që muslimanët s'presin hiq edhe na pikërisht shtunën i sulmojmë edhe kemi më shumë shanse me fitu kundër tyre. Mirë po, ata i thojnë kur nuk do ta thejmë domethënë rregullin e të shtunës. Dhe i thojnë nëse e bëjmë këtë, Allah, kështu që nuk ta pranojmë as këtë gjë. Sipas një transmetimi të Ibn Ishaku, është që Kabi u acaru aq shumë, sa që ju thot atyre, vallahi, ju nuk keni mundë të vendosni asgjë prej momentit që ju ka lindur nëna. Domethënë është një, si me thonë, nervoz, një shqetësim i Kabit, që thot, jo, prej që keni lind kur s'mujtë të bre me vendos, as qëtar s'po vendosni. Kështu që, domethënë, të tri propozimet që ju dha prisi i tyre, i Benu Kuredhes, ata e asnjëna s'e pranojnë. Atëhere e mendu një verzion tjetër që me shku dhe m'ju lut pejgamberit alayhis salam. Dhe i thanë, shkun te pejgamberi alayhis salam dhe i thanë, o Muhammed, na jep atë që ju dha fisit Benu Nadir. Domethënë, na mundso që na po largohemi prej këtij tokat, po i lejmë të shtëpit, po i lejmë të, po i marrim paratë, devet, familjet tona dhe ikim. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha jo, nuk e lejoj këtë gjë. Pastaj ata i thonë na lejo pra ta lejmë krejt pasurinë edhe të shkojmë. Dhe pejgamberi alayhis salam i thotë jo, vetëm një dorëzim pa kushte. Pra nuk ju lejon asnjë kusht që ta e bëjnë, po thot vetëm dorëzoni pa kushte. Pra shikoni këtu
pejgamberi alayhis salam ka mujt të thotë po, sa ta të dorëzohen e pastaj të merr ndonjë vendim, ti ndeshkoj, sepse edhe këta vetë e dinin çfarë krimi i rënd, edhe e dinin që drejtësia më e madhe këtu është që të dënohen me vdekje për këtë çfarë kishin bë. Domethënë vetë e kuptonin, e kemi përmend edhe në ligjëratat e mëhershme, kur e dinin se nëse tërhiqen Kurejshët, neve nuk na pret tjetër vetëm se vdekja, se e kuptonin çfarë mëkati të madh kanë bërë, çfarë prishje të marrëveshjes domethënë e kanë bërë dhe çfarë gabimi të madh, sepse e kanë bërë një të keqe shumë të madhe ndaj besimtarëve në momentet kur ata kanë qenë më së vështirë. Kështu që ata u mundonin t'i vënin kushte, pejgamberi alayhis salam nuk pranonte asgjë më pak se sa dorëzim pa asnjë kusht. Sepse si thamë edhe më herët, edhe pse taktikat e luftës lejohen, mirë po mashtrimi dhe thyrja e fjalës premtimi nuk lejohet. Prandaj pejgamberi alayhis salam asnjëherë nuk ju tha po, hajde t'ju falë, e mandej t'i dënoj, këtë gjë nuk e bëri. Pra prej fillimit zgjatej e stërzgjatej dorëzimi i tyre. Muslimanët ishin të lodhur më pas një muaji lufte në Hendek, tani edhe një luftë tjetër, edhe një muaj tjetër, domethënë në kampe qëndronin rreth Benu Kurredhës, por pejgamberi alayhis salam nuk dëshironte që këtë proces me përshpejtu duke gënjy diçka ose duke premtu diçka që nuk do ta bëj. Sepse kjo gjë nuk lejohet në Islam. Prandaj nuk e lejon një gjë të tillë. Pastaj Benu Kurrejda kërkon një gjë tjetër. Kërkon që të shkoj tek ta një prej sahabëve që ishte Ebu Lubebe, i cili ishte, si me thënë, në një marrëveshje me ta më herët. Kemi thënë se fiset e Medinës prej arabëve kishin disa marrëveshje bashkëpunimi me disa prej fiseve të jehudëve. Domethënë, dhe ashtu qysh kishte fisi Hazreq bashkëpunim me Benu Nadir më herët që erdhën ata ndërmjetësuan për ta dhe pejgamberi alayhis salam i liroj, ashtu edhe këta kishin marrëveshje me fisin Eus dhe sidomos me këtë Ebu Lubebe. Dhe pejgamberi alayhis salam e lejoi domethënë që të shkojë tek ata, dhe në momentin që hyn Ebu Lubebe atje, ata e rrethojnë edhe si domethënë në gjendje shumë të mirë, fillojnë me kërku ndihmë, fillojnë me thonë çka të bëjmë, çka po na thutja, dorëzohemi, asi, a na shpëtoni etj. Dhe kur i pa kështu Ebu Lubebe që kishte bashkëpunu me ta, filloi të di një farë keqardhje për ta, dhe kur e pyetën çka na thutja dorëzohemi, ai ju tha po, dorëzoheni, vetëm se kur dorëzoheni ju pret kjo. Domethënë bëri me një gjest, a e dini domethënë si kur dëshirojmë dikujt që të pret vdekja, mi thënë, që me dorë të qafa, domethënë të pret kjo, domethënë që të prej në fyt. Dhe në momentin që Ebu Lubebe e thot këtë, që pejgamberi alayhis salam asnjëherë nuk i kishte thënë kështu që si dalin ata me bë kështu, do të gjykojmë kur dalin, por nuk i ka thënë domethënë çfarë do të veprojmë. Dhe në momentin që e thot këtë Ebu Lubebe, për një herë e kupton se çfarë ka bë. E kupton që qysh e thot edhe ai në vetën e parë, sa po e thash kët, vallahi këmbët e mia nuk lëvizën nga vendi, para se me kuptu që unë bëra tradhtar ndaj Allahut dhe të dërguarit. U bëra i pabes ndaj Allahut dhe dërguarit. Domethënë
ka hy atje te Benu Kurreda dhe ju ka tregu që çka i pret nëse dorëzohen. Domethënë që ishte një tradhti ndaj pejgamberit alayhis salam. Kështu që edhe pse kishte bërë pa qëllim, ai u ndi shumë fajtu. Dhe sapo e la vendin e tyre, sapo u largu prej tyre, e kaloi ushtrinë të pejgamberit alayhis salam, shkoi në xhaminë e pejgamberit alayhis salam dhe e lidhi veten në një shtyllë të xhamisë. Edhe tani kjo shtyllë quhet shtylla e Abu Lubabës te xhamia e pejgamberit alayhis salam në Medinë, ose quhet shtylla e Teubes, e pendimit. Dhe domethënë është ende e pranishme në xhaminë e Nebeviju, domethënë në xhaminë që është në Medinë e pejgamberit alayhis salam. Kështu që ai e lidhi veten në atë shtyllë, tha vallahi do të qëndroj kështu i lidhur në këtë shtyllë derisa Allahu ta pranoj pendimin tim. Dhe nuk do të guxoj kur më të shkoj të Benu Kurreda sepse nuk do të jem në një zonë ku mundem me qenë i bindur me Allahut dhe dërguarit të tij. Pra po e mendon se atje ka rshit në atë aspektin që e ka thënë e ka bë atë gjest, pra vetëm një gjest e bëri, të ndihej kaq shumë fajtu. Kështu që ky lajm përhapet dhe pejgamberi alayhis salam thot, nëse ai do të kishte ardhur tekon, do t'i kisha kërkuar Allahut ta falte. Po tani që ja ka bë vetës këtë gjë, domethënë që është betu se s'ka mu largu kur prej këtij vendi derisa Allahu të ma pranon pendimin, ka bë nëdhër, ka bë betim, kështu që derisa Allahu t'ja fal, ai do të qëndroj aty. Kështu që ai i mbeti i lidhur aty për sa kohë deshti Allahu, sipas disa transmetive një javë apo pak më shumë. Dhe një natë pejgamberi alayhis salam faktikisht para sabahut u zgjua për të shkuar për të falë, domethënë në xhami dhe filloi të qeshte. Umu Seleme, gruaja e pejgamberit alayhis salam, i tha: "Çfarë të ka bë të qeshësh o i dërguari i Allahut? Allahu të bëft të qeshësh sa t'jesh gjallë." Domethënë qofsh gjithmonë i lumtur, është kjo një shprehje arabe kështu. E pejgamberi alayhis salam thot Allahu e ka pranuar teubën e Abu Lubabës. Dhe Umu Seleme thot, a dal ti tregoj i dërguari i Allahut? Edhe thot ai, po nëse don. Në këtë fazë, domethënë në shtëpia e Umu Selemes kishte një derë me qasje drejt për drejt në xhami. Domethënë prandaj edhe ishte afër aty dhe Hazretim shkon dhe i thot, o Abu Lubaba, bëhu i lumtur se Allahu ta ka pranuar pendimin tënd. Dhe sahabët që në atë kohë po vinin domethënë edhe për të folur dhe e dëgjuan këtë gjë, i thanë Abu Lubabës, hajde ne të zgjidhim prej kësaj shtylle që e ke lidh veten. Dhe Abu Lubaba thotë, jo vallahi ndërsa të vi pejgamberi alayhis salam dhe të më zgjidh vet. Pra donte me qenë i sigurt se Allah e kishte pranuar teubën e tij. Që pejgamberi alayhis salam erdhi dhe ja zgjidhi domethënë durt. Pra kjo është ajo historia e famshme e Abu Lubabës edhe pendimit të tij se kishte gabuar. Dhe thuhet se dy vargje, dy ajete kuranore janë shpallë për të tij. Njëri është ajeti 27 i surës Anfal dhe i dyti është pendimi i tij në surën e Teube. Pra te surja Anfal është o besimtar, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin, as mos i tradhtoni amanetet tuaja me vetdije. Pra për këtë veprimin e tij. Dhe ajeti tjetër që tregon për pendimin e tij është pra në surën Teube, ajetin 102, ku Allahu thot dhe ka të tjerë që i kanë pranuar mëkatet e tyre.
ata e kanë përzierë një vepër të mirë me një të keqe, ndoshta Allah do t'ju falë atyre. Vërtet Allah është falës dhe mëshirëplot. Dhe për këtë ndoshta Allah do t'u falë atyre, është shpreha Asa Ibn Abbas që ka qenë prej komentuesve më të mirë të Kuranit dhe sahabe. Thot sa herë Allahu thot Asa, ndoshta Allahu fjala Asa se ka edhe tjetër për ndoshta, çdo herë kuptohet se do t'ua fal. Pra kur e ka pas një jetë me bën një gjë dhe e ka thënë ndoshta me fjalën asa, është kuptuar që ka me qenë në favor që asaj çfarë vazhdon në ajet. Pra, me këtë po kuptojmë që nëse njeriu e pranon mëkatin dhe pendohet tek Allahu, inshallah Allahu do t'ia falë. Hasan el Basriu thoshte, ky është vargu më optimist, ky është ajeti më optimist në të gjithë Kur'anin për mua. Do thënë, ka zbrit për Ebu Lubabën, mirë po është një mësim për ne. Kur kaloj dita e 24, do më thënë u bon kanë kaluar 24 ditë dhe po fillon të dita 25, Benu Kurrejza u gjendë në një situatë shumë të vështirë. Në një anë nuk kishte mundësi me ikë, furnizimet e tyre po paksoheshin, kështu që ata vendosën që në ditën e 25 të dorëzoheshin. Sepse qëndron i rrethuar deri kur, dhe nëse je izoluar ashtu nuk mundesh më ti me kur don ti me do më thënë sa dush me zgjat rrethimin, sepse është i kufizuar, thënë nuk i ma ushqim edhe nuk mundesh me majt tempon e një. Që ata vendosin që të dorëzohesh. Është një histori interesante në këtë natën e 24, kur shtëpia muslimane ishte rreth fortecës Benu Kurrejzës. Ata e dëgjuan dikë që po del jashtë. E njëri prej muslimanëve tha kush është? Dhe personi që dilte tha jam Amr ibn Sa'd. Ky Amr ibn Sa'd ishte prej fisit Benu Kurrejza, mirë po, ka qenë shumë kundër tradhtisë ndaj Muhamedit alayhis salam. Dhe i ka thënë gjithë popullit të vet dhe prisit të vet, mos e bëni këtë gjë. Unë për veti kur nuk do të tradhtoj premtimin që ja kam dhënë Muhamedit alayhis salam. Po me dhënë llogari për këtë gjë, domethënë nuk ishte i kënaqur me atë që kishin bërë. Po sigurisht ai aty ka pas shtëpinë brenda fortecës dhe ka jetuar aty dhe supozojmë se kur e ka dëgjuar që nisën më ka më dorëzu populli vet, ka dëshiruar me provu fatin edhe me dalë. Në këtë kohë roje këtu ishte Muhammed ibn Masleme. Ishte roje përgjegjës dhe ai e dinte që Amr ibn Sa'd ishte kundër Benu Kurrejzës dhe e dinte që ka kundërshtuar me zë të lartë. Kështu që Musaileme thotë o Allah, më fal për këtë neglizhencë teme apo për këtë lëshim timin që po e bëj dhe thjesht e la të shkon. Thuhet se Amr ibn Sa'd shkoi një kohë, domethënë këtë natë në Medinë, kaloi natën dikun, dhe në mëngjesin tjetër u zhduk. Dhe më nuk është dëgju domethënë asgjë për të. Kur pejgamberi alayhis salam e kuptoi për këtë çka ka ndodhur, tha, ky ishte një njeri që Allahu e shpëtoi për shkak të ndeshmërisë së tij. Dhe nuk u zemru pejgamberi alayhis salam me Muhammed ibn Maslemen që e kishte lëshu. Dhe ky është një argument se hebrejt e Medinës, pra Benu Kurrejza, u ndëshku për atë që bëri, jo për atë që ishin. Jo veç pse ishin hebrej si mundohen disa mja etiketu
muslimanëve dhe pejgamberit alayhis salam se ja çfarë kanë bë këta. Sikur ata te kishin majt fjalën, marrëveshjen, asnjëherë nuk kishte ndodhur ajo çfarë do t'i ndodhë. Domethënë Amr ibn Sad qëndroi në fenë e vet, nuk e pranoi Islamin, vazhdoi me qenë hebrej, por ishte i sinqert me beslidhjen e tij, kështu që Allah e shpëtoi atë. Të nesërmen në mëngjes vjen mesazhi se Benu Qurayza janë të gatshëm të dorëzohen. Atëherë fisi Eus e rrethoi pejgamberin alayhis salam dhe disa prej fisit Eus dhe i thanë, o i dërguari i Allahut, falë ata sikurse që i ki fal Benu Nadirët. Se Benu Nadirët kanë qenë me fisin Hazraj prej asaj që ka ndërhy Abdullah ibn Seluli, pra krye munafiku, krye hipokriti prej fisit Hazraj. Abdullah ibn Seluli ka ndërhye, ka lutë pejgamberin alayhis salam për hebrejt që ish mërzit aq shumë për besimtarët më mirë, i kishte pas punë, po si tillë që ishte që gjithmonë domethënë diçka bënte në interesa kundër muslimanëve. Edhe në këtë rast dhe pejgamberi alayhis salam e kishte pranuar ndërmjetësimin e tij edhe Benu Nadir kishin shkuar. Po kështu kishte pas qëllimin edhe pejgamberi alayhis salam të vepronte. Dërsa këta, pra tani po i thonin pejgamberit alayhis salam, falë i dërguari. Dhe pejgamberi alayhis salam i thot, edhe pse po fillimisht themi se ka një ndryshim shumë i madh. Ato që ka bë Benu Kainuka një fis më herët dhe Benu Nadir janë shumë më të vogël se sa kjo tradhtia e fundit që bëri Benu Qurayza. Atëherë pejgamberi alayhis salam i thot popullit fisit Eus, do t'jeni të kënaqur nëse njeri prej jush, prej fisit Eus, vendos për fatin e tyre dhe unë e pranoj atë gjë. Dhe ata po, atëherë thot pejgamberi alayhis salam, le gjykoj prisi juaj. Prisi i fisit Eus ishte Sad ibn Muadh. E kemi përmendur edhe më herët që ka qenë i plagosur rënd dhe ai ka vdekur, domethënë, si pasojë e plagëve në këtë luftë. Mirë po, e treguam në një prej ligjëratave që e ka lutë Allahun që mos m'ia marr shpirtin pa e pa përfundimin e Benu Qurayzës, sepse shumë ishte i mërzitur me atë çfarë kishin bërë ta. Dhe ai ishte në tendën e Rufejdës radiallahu anha, pra një, si kishim e thënë kosut infermiere e asaj kohe. 25 ditë me radhë, sa ishte rrethimi, ai kishte gjakosur. Kur pejgamberi alayhis salam ju tha se a jeni të kënaqur që dikush prisi juj me vendos dhe unë me pranu këtë gjë, çka me bë, si me ja bë gjykimit me ta, atëherë ata u gëzuan dhe rrethuan Sadin dhe ja kujtun bashkëpunimet që kemi pas me Benu Qurayzën, por Sadi ju tha, tani është koha të jemi të sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Domethënë, me këtë ka mendu që tani unë nuk jam në asnjë si me thënë luksi m'ju bë qefin juve, po ko mundu m'ja bë qefin apo me bë diçka që është në kënaqësinë e Allahut dhe të Muhamedit alayhis salam. Domethënë me vepru diçka që është e drejtë e jo qysh i kemi ne emocione. Sepse po e thot Sadi këtë, sepse është para vdekjes. Domethënë po don me bë diçka që Allahu do t'jetë i kënaqur me gjykimin e tij. Kështu që fillimisht Sadi thot sahabëve, a jeni ju të kënaqur që unë ta jap gjykimin për këta se si kemi me vepru? Dhe ata i thonë po, Sad, gjithë i thonë njëzë. Pastaj shkon, domethënë kur vjen pejgamberi alayhis salam, ai me respektin më të madh, domethënë me kokën ulur thot, o i dërguari i Allahut, a je edhe ti i kënaqur? A do ta pranosh edhe ti
atë çka unë do të gjykoj, dhe pejgamberi alayhis salam thotë po. Thënë pajtohen me këtë se çfarëdo që vendos Sadi, do të bëhet ajo. Dhe pejgamberi alayhis salam thotë populli yt ka pranuar ty si gjykatës për ta. Thënë ta kam pranu dhe ti tash bëje vendimin çfarë ta merr mendja ty. Dhe pas pak domethënë Sadi thotë gjykimi im për ta është burrat e tyre të ekzekutohen, pasuria e tyre të shpërndahet dhe gratë dhe fëmijët e tyre të mirën rrobë. Dhe subhanallah sa po e thot këtë gjë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, vallahi o Sad, ti u ke caktuar atyre gjykimin e Allahut mbi 700. Pra thot pejgamberi alayhis salam se me këtë gjykim është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Dhe kështu domethënë ndodh përfundimi, ata sipas gjykimit të Sa'd ibn Muadhit, që ishte prisi i Eusit dhe që më së shumti kishte bashkëpunim me Banu Kurejden, bëhet dhe ky vendim që llogaritet si vendim i drejtë me cilin është i kënaqur Allahu. Pra, ata nuk u dënuan për shkak të përkatësisë së tyre se çfarë kombi janë, po për shkak të tradhtisë së tyre që e bëren dhe që ishte një tradhti tepër e madhe. Kur e sollën Hujein ibn Ahtabin, pra ky fisit Benu Nadir që pejgamberi alayhis salam e kishte leju me krejt fisin mu largu dhe që kishte inicu krejt luftën, domethënë kot te fal, ai bën edhe më keq ndaj pejgamberit alayhis salam. Dhe ky kur doli para pejgamberit alayhis salam ishte veshur me një bluzë prej mandafshit të kuq, dhe pra si me një krenari kishte dalë para tyre dhe i tha pejgamberit alayhis salam, e shikoi dhe i tha vallahi unë kur s'jam pendu për armiqsinë time ndaj teje. Por këdo që Allah e poshtron, ai është i vërtet që poshtrohet. Domethënë e pranon që e ka poshtruar Allahu, sepse po del i poshtruar, po del domethënë i dënuar me vdekje në këtë rast. Pastaj ju drejtu popullit të vet dhe i tha, o populli, mos u trishtoni, ky është caktimi i Allahut mbi Beni Izrael. Siç përmendi domethënë edhe në Kur'an kjo fjalë e tij. Pastaj domethënë u ekzekutua. Ndërsa Ka'b ibn Asadi, kur doli, pra ky prisi i Benu Kurejdes që i luti popullin e vet, ju dha plot mundësi dhe se pranuan, pejgamberi alayhis salam këtij i foli dhe i tha, o Ka'b, pse nuk përfitove nga këshillat e Ibn Karash, sepse ai besonte tek unë dhe të urdhroi të më ndiqje dhe më dha selam nëpërmjet teje nëse më shihi. Subhanallah, këtu është tash pejgamberi alayhis salam po e zbulon një gjë që ka ndodhur më herët para se të vijë Muhamedi alayhis salam në Medinë. Ibn Harash, që po thotë pse se mori këshillën e tij, ka qenë një rabin, një prej sfetarëve të jehudit. Ka vdekur para ardhjes së pejgamberit alayhis salam dhe ai e ka parashikuar ardhmën e Muhamedit alayhis salam sepse ka lexuar për këtë gjë në Teurat. Dhe tani pejgamberi alayhis salam po i thot Ka'bit se e di që ai të ka porosit me më pranu, pse s'ja ka i pranu këshillën ti atij. Dhe Ka'b ibn Asad ja pranon këto. Sot pejgamberit alayhis salam i thot pasha Teuratin, o Ebul Kasim, kështu e quhin domethënë babai i El Kasim, Muhamedi alayhis salam. Thot pasha Teuratin, kjo është e vërtetë. Dhe sikur mos ishte fakti që populli im tani më kishin kritiku
se pranova Islamin veç për frikës që mos me vdek, betohem në Allah sikur mos kishte qenë kjo, edhe tash kisha ndjek. Po vazhdoj dhe po vdes me besimin e hebrejve. Pra e din që është e vërtet, po për shkak të krenarisë me vdek, çfarë thojnë njerëzit, që o dek me besimin e hebrejve, ai nuk e pranoj të vërtetën. Subhanallahu, ka shumë njerëz në këtë mënyrë. Kështu që përfundoj domethënë çështja e këtyre dy fisëve. Subhanallahu, kemi përmendur edhe një ligjërat më herët, çështjen e Sa'd ibn Muadhit, vetëm edhe një herë si përsëritje se ai vdes, domethënë dhe kishte shumë gjëra interesante domethënë prej që tregonin se kishte një përfundim të mirë. Tregohet se sahabët kur e kanë bartë trupin e tij, kanë thënë ne kurrë nuk kemi bartur askë më të lehtë se ai. Ndërsa pejgamberi alayhis salam thotë ai 70.000 engjëj thotë kanë zbritur për të dhe nuk kanë zbritur në tokë përveç se tani dhe ata po e mbajnë trupin e tij mbi ju. Më thënë prandaj kufoma është e lehtë se melekët janë të e bajt dhe juve ju duket e lehtë. Pra asnjëherë nuk ka ndodhur që me zbrit 70.000 engjëj pos për Sa'd ibn Muadhin, domethënë që të kujdesen për kufomën e tij. Pastaj kur e varrosën, pejgamberi alayhis salam tha: "Jazakallahu khairan" nga udhëheci i popullit. Ti e ke përmbushur premtimin tënd ndaj Allahut dhe Allahu do të përmbush premtimin e tij për ju, për ty domethënë. Ti e ke përmbush edhe Allahu ka me përmbush. Kur u vendosën në varr, ngjyra e fytyrës së pejgamberit alayhis salam ndryshoi dhe filloi të thoshte subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kështu që filluan domethënë edhe tjerët me thënë, edhe sahabët tjerë me thonë me të kështu subhanallah. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam për një herë Allahu Ekber. Atëherë sahabët e pyetën pse ky ndryshim dhe ishte në këtë domethënë pejgamberi alayhis salam thotë ky pra për Sa'din, shërtori drejt për të cilin arshi i Allahut u drodh, domethënë u dredh dhe portat e qiellit u hapën dhe u dëshmua nga 70.000 engjëj që nuk kishin zbritur kurrë më parë, ai tani është shtrënguar në varr dhe pastaj është liruar. Dhe nëse dikush do të ishte liruar nga shtrëngimi në varr, ai do të kishte qenë Sa'd ibn Muadh. Kjo na tregon se çdo njeri ka më shtrëngu në varr, pra shtrëngimi i varrit. Dhe Sa'di pra vetëm për pak qaste u shtrëngu dhe u liru. Pra kur tha pejgamberi alayhis salam subhanallah, 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 ishte duke shtrëngu dhe kur tha Allahu Ekber është kur u liru. Pra është një mësim, domethënë ansor që çdo njeri ka me përjetu shtrëngimin e varrit. Ibn Isaku, Ibn Sa'di dhe të tjerë raportojnë se Sa'd ibn Muadhi ishte një burr i gjatë, me shpatulla të gjera, me mjekër të dendur, me lëkurë të qeltë dhe i pashëm. Dhe vdiq me domethënë këtë vdekjen në luftën e Hendekut në moshën 37 vjeçare. Allahu na bëft prej atyre që ndjekin gjunjët e Sa'd ibn Muadhit dhe na bëft të ringjallur me pejgamberët, me njerëzit të vërtetës, me salihunët, me shuhadat, me dëshmorët dhe me ata që janë të mirë. Subhanallah, me ata që thotë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, çfarë shoqërie e ndershme. Pra, me këtë edhe po e përfundoj me bekimin te Sa'd ibn Muadhit. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen dhe Allahu
ju mundsoft që të dalim përfitues prej kësaj ligjërate me shpërblime edhe me dije dhe na bëft pasues të rrugës së pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, Esselamu alaikum motra, miru takofshim në ligjëratën e radhës të martën e ardhshme.